Ardit Gjebre është pa diskutim një nga artistët dhe moderatorët më të dashur. Për më shumë se 30 vite në skenë, ai ka dhënë mjaft mesazhe pozitive për publikun dhe ka shtrirë dorën e ndihmës sa herë ka patur mundësi për ta bërë këtë gjë. Arditi ka për ulësinë që për çdo arritje nga ana profesionale të falenderoj bashkëshortën e tij, e cila punon gjatë gjithë kohës për të pas kuintave. Bashkëshortja e Arditit nuk ka dëshirë të ekspozohet në rrjetet sociale. Ajo ka mbajtur dhe vijon të mbaj një profil të ulët në rrjetet sociale. Pas kaq shumë vitesh në televizion, Arditi ka miqësi me shumë figura të rëndësishme të artit, medias dhe politikës, mes të cilëve është edhe kryeministri Edi Rama. Marrëdhënia e tyre miqësore vijon prej shumë vitesh, para se Rama të bëhej kryeministër. Por nëse Arditi është gjithmonë shumë i kujdesshëm që të mos prek dikë aty ku i dhëmb, e kundërta ndodh me mikun e tij, Edi Rama, i cili pëlqen të bërë me shpatulla pas murit këdo. Gjatë një eventi, Arditi ftoi në skenë kryeministrin për të dhënë një mesazh dhe përpara një publiku të gjerë, Rama vuri në sikletë Arditin duke i thënë: "Ardit, në moshë të re nuk je, por ti përpiqesh të mbahesh. Për shembull, këmbët i ke të holla, ndërsa barku të është fryrë shumë dhe këtë e maskon me kostumin që vesh, por kontrasti i këmbëve me barkun është shumë i madh." Arditi u mundua ta tejkaloj këtë situatë me një buzëqeshje, ndërsa Rama vazhdonte ta vinte në siklet duke i thënë: "Prandaj mban vajzat të bukura në krah kur prezanton, për të hequr vëmendjen nga kilogramët e tepërt dhe nga mosha jote." Në rrjetet sociale, kryeministri u kritikua për mënyrën se si foli me Arditin, teksa ky i fundit u vu në siklet dhe u mundua ta tejkalonte situatën me sportivitet.